Në zemër të shëtitores së Shkodrës, mes panairit artizanal, dallohet stenda e Dianës, një mjeshtre pirografisë e cila ka kthyer këtë art në pasion të përditshëm, duke tërhequr vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj me punimet e saj të veçanta. Ajo na tregon me kënaqësi llojet e punimeve që realizojnë më së shumti. Mos shumë të punime pirografike, punime me djegje. Çdo artikull, çdo punim është pirografia kryesorja. Punime drunit, pamje të Shkodrës të ndryshme, rezerva me shprehje të ndryshme, gjithë secila kanë fjalë të urta, domethënë se që merren kujtim nga Shkodra prej turistave. Diana na tregon se çfarë i bën turistët vendas dhe të huaj të ndalen e të zgjedhin një kujtim të djegur në dru. Të hujt më kanë blej bajagi të këto, por dojnë gjana me kafsh, pamje të Shkodrës që ta kenë kujtim prej këto. Admirus ma shumë janë të kafshve shpijake. Një pamje me qenin, një pamje me kalin, një me micen, të ndryshme pa fund. Po turistët vendas çfarë preferojnë? Vendit, pjesë e vendit Shkodrës, pjacen, pikat turistike që bëjnë murën e mesit, Begjistenin, Kalane e Shkodrës, këto pëlqejnë më shumë tonë, ti kenë kujtim prej vendit vet. Në duart e Dianës, një copës druri kthehet në një kujtim unik për vizitorët që duan të marrin me vete një pjesë të Shkodrës. Kjo është pirografia që flet, një art që ma gjeps vendas dhe të huaj.